sikur qeveria tjetë e përsosur. Lëre më pastaj që nuk ka qeveri të përsosur, edhe le ta harrojmë që e jona është një qeveri që nuk ka probleme. Përshëndetje me të dashur. Mirë se veni të tanë gjithë në analizë. Shkojnë në vizën e radhës, Edi Rama, Shqipëria dhe populli jonë i dashur. Edi Rama nuk jep dorëheqje. Edi Rama është kapret diasporën. Diaspora shumë kanë rritë sot, po nesër mrinë hala ma shumë se sa që kanë rritë sot. Kështu që me të vërtet nuk pe kuptoj Edi Ramën, se qka është ka donë, qka është ka mendon. Po ma shumë unë boni përshtypje misë të dashër, sepse një kampionit Shqipërijës, vetëm pse ka dalë në demonstrata, ja ka hiqë gjitha drejtat edhe punën që ka pasur në shtetë. E kjo unë boni, unë shtyju që ta bëj këtë video. Kështu që mish të ndërgjëmi lutëm, të diskutojmë së bashku, por videon duhet me ndëgju deri në fund për me kuptue a djalin çka thot për Edi Ramën dhe për gjegjet tonja. Kështu që unë përshoj videon e shkojmë të ndëgjojmë lutëm. Edhe sikur qeveria tjetë e përsosur. Lëre më pastaj që nuk ka qeveri të përsosur, edhe le ta harrojmë që e jona është një qeveri që nuk ka probleme. Po kështu të regon në më burë dhe thoi që edhe qeveria jonë ka probleme, se ti deri tash ka unë që në s'kem probleme. Ne jemi nishi, ne përpunojmë, ne përshkojmë për para. Asë njerë nuk i ke thonë që qeveria jonë ka probleme, zotri kryeministër. Po qeveria juaj ka shumë probleme. Jo pak, ka shumë probleme. Po shkojnë, ndëgjojmë vjem. Po mirë që qeverisja është gjithmonë jo poetike, ndërsa opozita, sidomos kur merr trajta revolucionare dhe kërkon që çdo punë të fillojë nga e para, duket tërheqëse. Po kjo është ajo që duhet me ndodh, Edi Rama, sepse kur një parti apo një kryeministër sikur ti nuk punon mirë, bën një hanit mëdhaja, pendere, i kontrollon gjithçka në Shqipëri, pa tjetër që duhet me rrisë nga e parja. Edhe jo nga e parja, jo nga nishi, po nën nish, 0-9-0. Kjo është ajo që i ka shti popullin me dalë të. Jo veç popullin në Shqipëri, po Kosovë, Maqedoni, anë e mon botës. Dhe kuptojsh nesër, Edi Rama. Shkojnë miq. Por nëse në kohën e diskursit histerikut, ky ishte vetëm një mekanizëm psikologjik, në kohën tonë tani më ne jemi përballë një industrie. Një industri që është shumë fitipruese. Kush mendon se me like-et dhe me followers të vet bën politik ose bën vetëm politik, bën gabim. Plotësisht pajtona me ty, Edi Rama. Por nuk pajtona me ty kur po thuaj që me lajka me followersa bën politik, sepse ne nuk bëjmë politik. Ne kritikojmë. Followersat e bëjnë like kur është një kritik e mirë. Vetëm këtë rol e lun like-u edhe subscribe. Kurse punën kryesore e këti, ne të përcjellim ty. Ne jemi popull i shtetit, i Shqipërisë, Kosovës. Ne i përcjellim kryeministat tonë. Ne i korrigjojmë kryeministat tonë, presidentat tonë, pa marrë parasysh kush janë apo s'ka janë. Gjeni femrore apo mashkullore. Ne nuk udhëheqim. As me like, as me subscribe. E kishim gabim. Mos e merr ti me këto like, as subscribe, zoti Edi Rama. Merr me punët e tua, jo me neve. Sepse ne kemi detyrë me të korrigju, me të kritiku. Aty ku bën mirë, aty ku bën keq.
Po për fat keq, ti e ka bën veç keq. Që s'ke bu asnjë sent mirë për me uru, ose për me të lavdu, ose për me të bo një video, valla që ta e bo një dirama mirë. As për Shqipëri, e as për Kosovë, e as për Vazhdoni, për as njënë. Kështu që nuk e di që ka pret. Ti nuk i nevoj me marrë me neve, as me këta që i kanë lojka se srajba. Ti merë me punë tua o buri dheut, që të ka bo Shqipëria lëmsh, për fat keq. Kjo nuk është normal. Shkojna me që dashur. Me followersat dhe me likesat që i mbledh, bën shërbimin e atyre oligarkëve më të mëdhenj të planetit që përmes algoritmit dhe përmes platformave pasurohen eksponencialisht çdo ditë. S'është e vërtet, më vjen keq, po kjo s'është e vërtet që ka thu hiç fare tek. Sepse prapë po them, ne vetëm kritikojmë, asgjë tjetër. Ne as nuk shesim, as nuk blejmë. Ne edhe me dasht, me shqit nuk shesim, nuk e shqitëm Shqipnin, nuk e shqitëm Kosovën, sepse Shqipëria është e shqiptarve, Kosova është e kosovarve, e shqiptarve. Nuk bon me shqit, Shqipëria nuk on shqitje. Kush shet këtu, kush përfiton, kush është oligarki më i madh në shqiptari, një prej ty një jetë ti. Një prej ty një jetë ti, Zotë Edi Rama. A ke pas çfarë villa ki? Çfarë pasurie ki? E më men shumë mirë kur thoj që unë e flaj një dhomë të vllaut tim që ka ikë emigrant në Amerikë. Apo, nëse s'është e vërtet, thuje jo s'është e vërtet. Por tash dil edhe tregona me atë villën që ti e ki, që po delën për rrjetet sociale, tregona kujna është. Hin hape kamerën të shep popullit që ka mrena. Kjo është ajo, Zoti Kryeministër. Kjo është ajo kritika që e merr ti. Kjo ajo që ty nuk u zona me donë si kryeministër se ti e shet Shqipërinë. Ty s'të intereson fare Shqipëria. Ty të intereson vetëm leku. Asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Shkojna miq. Algoritmi nuk shpërblen qetësinë e varros. Asnjëherë që sot dëgjojnë ty kur s'ke fol fjalë me vend. Që ti e ke varros Shqipërinë. Shumë e vërtet. Edhe pse? Të tregoj unë tash. Mishdashur, tash është ai quni i cili të cilët ja kanë hiq drejtat që ka punu në punë shtetit, edhe sportisti më i njohur, një prej më të njohurve në Shqipëri me titull kampioni, me gjitha mirat e Zotit. Shkojna mi se të dëgjojmë. Se s'pe një për atë parë për shof këtë djallë, po mu ka shpirti kër e ndëgjova. Vetëm pse ka dalë demonstrata. E kanë shkarku për gjitha. Ja kush je ti, Zoti Edi Rama. Protesta është normale, është demokratike. Nuk kanë bërë protestat dhunshme. Protestat janë demokratike këtë botën. Këtë botën ka protesta. Shkona me që lutën. Presidente Denis, jam këtu me denoncu maskalliku në rast që mbajt nga pushteti i Shqipëri. Unë si atlet kam përfaqësuar vendin tim me krenaria dhe kam dhënë gjithçka kam mund për vendin tonë. Unë ndodhem para një padrejtësie. Jam 12 herë rekordsmen i Shqipërisë. Unë falë veç pak djali mirë. A për ndëgjoni Edi Rama?
Por Zoti a për ndëgjoni, ose kur e ke ndëgju atë ka orë keq. Me hub karierën. Për çka? Për çfarë arsye? Shkona. Jam kampion Ballkani me 8 medalje, para pak ditëve kam dalë dhe kampion kombëtar në 2 gara. Gjitha këto titujt mu nuk njihen. Mora vesh që djema është hequr edhe puna shtetërore që kisha. Vetëm sepse A thua pse dhe Roma, për çfarë arsye? Se arsyeën pe dim, po pse? A nuk pas ka drejt ky me jetu në Shqipëria? Nuk pas ka drejt me kërku drejtet e veta? Tregoje popullit. Jo mu, jo neve. Popullit tregoje. Për çfarë? Me e marrë drejten. Shkojnë me që. Dalë dhe kam protestu me trite e Shqipërisë për drejtat tona. Gjitha këto padrejtësi që mbahen mu, që u bahen gjithë trive shqiptarë do ndiqen ligjërisht. Unë do t'i njeh ligjërisht me avokatët e mi. Mos u shqetësoni sepse drejtësia do vihet në vend. Sonte, ma shumë se kur, do t'jena mshesh gjithë bashkë. O Zoti trujt, qoni mirë, se s'po të dhja semin, as po të njofë se dikush je, Zotit një mos, Zotit trujt ty e me gjithë familje e gjithë shqiptarët e Shqipërisë. A peshe o e di Rama, a peshe një o burri dhejët, e ti po folë për qeverisjet mirë. Kjo nuk o qeverisje mirë. Kjo është qeverisje ma mirë për mbilë e gojës, po thëmë sen. Populli jem e kupton. Mishtë dashër, ja pra ky quni, umështini apo zotërio që duhet të thojmë se i ri, umështini me bo këtë video. Une ju përshëndes, edhe kom një lutje, para përshëndetës e kom një lutje. Populli jem i dashur, Kosovë, Shqipëri, Macedoni, nesër të gjithë në sheshin Skënderbej. O për bes, lëtë po më shkojnë që s'mujta me ardhë. U do të më shtyllë një javë ditë. Për bes, Zotë, se kur se këshalon për ardhë. Nga prifte mbara populli jem i dashur.